Andrej Babis fitoi zgjedhjet parlamentare në Republikën Çeke. Miliarderi populist i krahut të djathtë, Andrej Babis fitoi zgjedhjet parlamentare në Republikën Çeke pasi partia e tij ANO mori 36% të votave në 90 zona zgjedhore të numëruara, raportoi zyra statistikave çeke. Pas 4 vitesh në opozitë me një humbje në zgjedhjet presidenciale të vitit 2023, Babis, 71 vjeçar, është rikthyer në politikë. Koalicioni i qendrës së djathtë Spolu, së bashku i dhënqur nga kryeministri Pjetër Fjala, pati një rënje të mbështetjes afërsisht 22% sipas rezultateve të pjesme. Partia e kryetarëve të bashkive, e cila më parë ishte bashkëqeverise, mori më pak se 11%. Dy partnerë të mundshëm koalicioni për Babis pritet të hyjnë në parlament, një parti e sapo formuar Motorist dhe partia e ekstremit të djathtë Liri dhe Demokraci të Drejtë për Drejtë.